Selam aleikum hoxh, dua të bëj një pus në Afrikë për 2 prindrit, thot e vdekur. Të lutem më trego si funksionon dhe sa kushton një pus me emrin e 2 prindërve. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Elus Allahun e lartësuar që t'i fal dhe t'i mëshiroj prindrit e tu. Prej gjërave që i shkojnë të vdekurit, pasi ndron jetë, është sadakaja për shpirtin e tyre. Lutja që i bën Allahu të lartësuar për ta, që t'i fal, t'i mëshiroj. Njëherë, një sahab i thot profetit a.s. Nëna ime thot, ka ndruar jetë. A i shkon asaj shpërblimi nëse jap sadaka për të? Profeti a.s. tha po. Kështu që ke menduar pra tepër mirë që do me dhonë sadaka për ta, ose sidomos sadakaja që është rritëse. Se profeti a.s. thot në një hadith, kur ndëron jetë biri i Ademit, i ndërpritet puna përveç 3 gjëra. Thot profeti a.s. Sadakaja rjetëse, përmend, siç kuptohet prej hadithit, një dituri e dobishme dhe një fëmijë i mirë i cili lutet për të. Sadakaja rjetëse, për shembull, një pus uji që përfitojnë prej saj njerëzit, kafshët, shpendët, pra vazhdimisht. Ose për shembull, mbjell një pemë, përfitojnë prej saj njerëzit, kafshët, shpendët, pra frytet e saj. Po ashtu rregullon një rrugë, një çezmë, një shkollë, një spital, një xhami, pra përfitojnë njerëzit vazhdimisht prej saj. Dhe normal, për sa i përket puseve të ujit, pra duhet të interesohesh tek ata që merren me këtë pjesë. Pra sa janë çmimet, sa kushtojnë e me radhë. Ndërsa unë të këshilloj që t'interesohesh rreth teje, për shembull nëse je në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, pra në trojet tona. E nëse këtu nuk ka nevojë, atëherë mund t'interesohesh më larg. Gjithsesi, ajo që të këshilloj është që mos t'interesohesh shumë me i vënë emrin të dyve. Mjafton emri të jetë tek Zoti i gjatësisë. Pra mjafton ta bosh për Allahun e lartësuar, ti shkoj shpërblimi atyre. Dhe mos i kushton rëndësia u shkruajt emri, a nuk u shkruajt emri, si u po. Mjafton që ti e bën për Zotin e gjatësisë. Kësaj kushtoj rëndësi. Dhe normal është një hadith i profetit a.s. që përmend ato 7 kategoritë e njerëzve që do të jenë në hijen e arshit të Allahut lartësuar, pra ditën e gjykimit, atë ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit të Allahut lartësuar. Dhe një njeri i cili pra jep e djatha nuk e di e majta, kësaj kushtoj rëndësi. Dhe mashallah, pra që interesohesh për prindrit e tu, do që t'u bësh mirë atyre. Dhe sadakaja është pra prej gjërave që i shkon atyre që kanë ndëruar jetë. Elus Allahun e lartësuar që t'i falë dhe t'i mëshiroj gjithë dashmet tanë pra që kanë ndëruar jetë. Amin.